On this day. Më 27 janar 1756 lindi kompozitori I njohur gjerman Wolfgang Amadeus Mozart. 27 janar 1832 lindi Lewis Carroll, shkrimtari anglez, krijuesi I historisë së njohur të Lizës në botën e çuditërave. Më 27 janar 1850 lindi kapiteni I famshëm I Titanikut. Edward Smith nuk pranoi ta lindte anien pas përplasjes me një iceberg dhe u fundos bashkë me mbi 1500 pasagerët më 1912-ën. 1859 lindi në Berlin Wilhelmi II, perandori gjerman njëkohësisht mbreti Prusisë. Më 27 janar të vitit 1928 u lind në Gjirokastër Gianfise Keko. E filloi karrierën si montazhiere, ishte një nga themelueset e kinostudios. Më 27 janar 1961 lindi Narcisio Rodriguez, fashion designer amerikan I suksesshëm sidomos për zhvillimin e markave të parfumeve. 27 janar 1964 lindi aktoria amerikane Bridget Fonda. Më 27 janar 1988 lindi Ian Sterling, komediani skocez mori famë për performancën në një sër emisionesh. Georgina Rodriguez mbush sot 32 vjeçe. Modelja dhe partnerja e Cristiano Ronaldos lindi më 27 janar 1994.